Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka inspektuar punimet në Muzeun e Lundrimit, një investim i rëndësishëm që pritet ta bëjë të veçantë projektin transformues të hyrjes së qytetit. Së bashku me portin dhe parkun e rekreacionit, më i madh i ndërtuar ndonjëherë në Shkodër, kjo hapësirë do ta kthejë hyrjen e qytetit në një zonë moderne dhe të zhvilluar, tha kryebashkiaku. Ne presim që Muzeu i Lundrimit Shkodrës të mbarojë në qershor të vitit që vjen. Punimet kryesore të betonimit dhe më të vështira kanë mbaruar, por mos harroni se ka konstruksione të vështira, ndoshta nga më të vështira që janë ndërtuar. Vetë instalacioni sipër i muzeut, ku është një imitimi i varke të madhe që është e vizitueshme, është rreth 30 tonë. Dhe gjithë struktura e muzeut është ndërtuar që të mbajë këtë peshë, përveç gjithë strukturës tjetër. Përveç pjesës muzeale, vlerës muzeut që do të jetë jashtëzakonisht, përveç parqeve të gjelbruar që do të jetë rrethuar gjithë muzeu, përveç pjesës fasadës me dru që ka muzeu, pjesës lidhjes muzeut me shkallë që zbret deri në bun. E gjithë ky kompleks do të jetë një ikonë, siç e thash, do të jetë një mikpritje, do të jetë një histori e Shkodrës, po nga ana jonë teknike sfiduese mendoj që është një projekt shumë i bukur dhe realizuar shumë mirë dhe në kohë për Shkodrën. Muzeu i Lundrimit është një vepër e jashtëzakonshme që tregon se ne realizojmë atë që premtojmë, u shpreh më tej kryebashkiaku Beci. Është bërë një punë jashtëzakonshme, tashmë kjo është një punë që provon që ne bëjmë atë që themi, ne punojmë për atë që themi dhe bëjmë shumë mirë. E unë jam shumë i kënaqur, jemi sot në një gjë konkrete për të parë, sigurisht edhe një provë për projektet e tjera që vijnë edhe për gjëra të tjera shumë të bukura që po bëjmë për Shkodrën. Punimet pritet të përfundojnë në qershor të vitit të ardhshëm, kur muzeu do të plotësohet edhe me sheshin e ri të eventeve, një hapësirë bashkëkohore konceptuar për aktivitete kulturore dhe artistike. Ky investim do të sjellë një identitet të ri për Shkodrën, duke e pozicionuar atë si një qytet europian ku kultura, historia dhe zhvillimi urban janë së bashku.